Përshëndetje, ky është video udhëzuesi numër 2, në të cilin do të shpjegojmë se si mund të bëjmë një rezervim në sistemin e shitjeve Beler. Paneli që na shfaqet është paneli me cilin e përballemi kur logohemi në sistemin e shitjeve Beler. Në këtë panel, struktura e panelit është ndërtuar nga këto tre menu. Është menuja administrimit, e cila në vetvete përmban listën e prenotimeve të agjencisë, prenotimet që ka bërë agjencia, që të cilët mund t'i shohim, raportin e shitjeve, i cili deri 2 herë në muaj, shpalljen e llogarisë, faturën e raportit të agjencisë dhe ndryshimin e passwordit. Me të gjitha këto do merrem në video udhëzimet e ardhshme. Në pjesën qendrore të panelit është vend rezervimi i biletave, ndërsa në pjesën e djathtë janë të dhënat e agjencisë të cilën ju përfaqësoni, me të cilën dhënat e cilës ju jeni loguar. Prenotimi i ri. Në panelin e prenotimit, që në fillim vendoset lloji i biletës të cilën duam të presim. Është bilet që është vajtja e ardhe, e cila përfaqësohet duke klikuar në vendin kthim. Është bilet që ka vetëm një drejtim, pra është vetëm vajtje ose vetëm ardhje, dhe klikohet mbasi klikohet rrethi ose vendi përkatës, mbasi ta kemi zgjedhur, ose janë rezervimet shumë qytetëshe. Duke qenë që rezervimet shumë qytetëshe janë rezervime pak më të komplikuara se rezervimet vetëm vajtje ose vajtje ardhje, atëherë do t'japim një shembull se si mund të bëjmë një rezervim shumë qytetësh, i cili në vetvete nuk përbën një ndryshim shumë thelbësor nga rezervimet e tjera. Dhe me këtë shembull do përmbyllim ose do përmbledhim të gjithë informacionin që i duhet një agjencie për të bërë një rezervim. Atëherë zgjedhim rezervimin shumë qytetësh duke klikuar me mouse me butonin e majt. Atëherë paneli ose faqja që na shfaqet përmban fluturime multisiti, që në vetvete do të thotë fluturime shumë qytetësh. Në panelin e selektuar duhet të zgjedhim emrin e qytetit nga cilin duhet të nisemi. Zgjedhim Tiranën. Zgjedhim emrin e qytetit në cilin duam të arrijmë. Zgjedhim Milano Bergamo. Dhe datën në të cilën duam t'u thojmë. 18 shkurt. Atëherë shumë qytetësh, në rezervimet shumë qytetësh, nuk është e thënë nëse pasagjeri kthehet ose në vetvete do të thotë që pasagjeri mund të kthehet nga një destinacion tjetër në të cilin nga ai në të cilin shkon. Pra, në qoftë se pasagjeri është nisur nga Tirana për të shkuar në Bergamo, atëherë kthimin mund ta bëj nga Malpensa, Milano Malpensa, në Tiranë. Data 22. Në rastin konkret, linku këtu poshtë na mundson që të shtojmë një fluturim tjetër për pasagerin, duke shkurtuar kohën e agjencisë për të bërë fluturimet të cilat pasagjeri mund t'i ketë në plan ose mund t'i ketë të lidhur ose jo, domethënë në data afër me datat e udhëtimit respektive në të cilat ne vendosëm Tiranë Bergamo apo Milano Tiranë, ose mund të jetë një datë tjetër e largët, por që pasagjeri do t'i bëjë menjëherë duke shkurtuar menaxhimin e kohës për agjencinë, e cila në këtë rast mund ta shtojë shumë kollaj një fluturim tjetër, i cili do të jetë Tiranë-Athinë në datën 26 shkurt. Numrit udhëtuesve, atëherë këtu vendosim të rriturit, i cili në këtë rast është 1, fëmijë, në këtë rast vendosim që mos të ketë fëmijë apo foshnjë, dhe këtu do të vendoset pika e shitjes, e cila është Shqipëri apo në një shtet tjetër. Dhe në rastin konkret që po flasim, do zgjedhim Shqipëri. Mbasi kemi bërë zgjedhjen e qytetit bashkë me datën, do shtypim butonin kërko. Në pritje derisa të gjenerohen të dhënat e biletës të cilët ne kemi kërkuar. Atëherë, faqja aktuale që na del na tregon të gjitha fluturimet e mundshme në datat që kemi kërkuar në destinacionet në të cilat kemi kërkuar. Atëherë, fluturimi i parë kemi kërkuar Tiranë, Milano në datën 18 shkurt. Ulemi poshtë dhe kemi
Fluturimi i parë. Tiranë, Milano, Bergamo, Oli Arceri, po. Në datën 17, ndërkohë që ne kemi kërkuar në datën 18 shkurt, atëherë shkojmë më poshtë dhe kërkojmë datën 18 shkurt. Mbasi e selektojmë vërim që fusha në të cilën bën pjesë çmimi, pra data, selektohet e gjitha dhe merr ngjyrën gri. Pra na lehtëson nga ana vizuale që të shikojmë cilën datë kemi përzgjedhur për fluturimin tonë të radhës. Dhe menjëherë, në momentin kur ne selektojmë datën e udhëtimit dhe tarifën e udhëtimit, menjëherë në krahun e djathtë, na shfaqen të dhënat e fluturimit që kemi kërkuar dhe që kemi selektuar bashkë me shumën përkatëse të cilën kemi selektuar. Atëherë, mbasi kemi zgjedhur fluturimin e parë, fluturimi i dytë është Milano, Tiranë, Milano Malpensa, Tiranë në datën 22. Atëherë shkojmë te fluturimi i dytë. Pra, jemi fluturimi i dytë, Milano Malpensa në datën 22. Dhe zgjedhim datën 22 çmimi më të lirë. Edhe në këtë rast shikojmë që data 22 selektohet e gjitha dhe merr ngjyrën gri për të na lehtësuar nga ana vizuale datat të cilat kemi përzgjedhur në databazën e fluturimeve. Njëkohësisht fluturimi që kemi përzgjedhur i shtohet fluturimit të parë në listën e fluturimeve në krahun e djathtë. Po të shikojmë në krahun e djathtë kemi shumën totale në euro për të dy fluturimet. Atëherë fluturimi i tretë është Tirana-Athinë, i cili është kërkuar të bëhet në datën 26 shkurt. Shkojmë poshtë, fluturimi i tretë në datën 26 shkurt dhe zgjedhim Tiranë-Athinë. Po prap e njëjta procedurë, edhe këtu e shohim që fluturimi ose data e përcaktuar është selektuar, është bërë ngjyrë gri dhe kontrollojmë që fluturimi është shtuar totali të fluturimeve që ne kemi kërkuar me itinerar. Pra, në krahun e djathtë është tabela itinerarit, i cili përcakton të treja fluturimet, numrin e fluturimit, destinacionin dhe datën dhe me totalin e shumës së kërkuar, i cili në rastin konkret është 271.66 euro. Mbasi kemi parë dhe kemi zgjedhur tarifat e caktuara për fluturimet që kemi kërkuar në datat respektive, do shkojmë në hapin tjetër, duke shtypur butonin procedo. Në këtë moment na shfaqet itinerari dhe këtu ne shohim nëse jemi dakord me itinerarin, oraret, ditën e fluturimit, datat që kemi zgjedhur dhe shumën që kërkohet për fluturimin që kemi zgjedhur. Në këtë rast ne mund të shtojmë një fluturim tjetër, mund të kthehemi mbrapa ose mund të vazhdojmë në hapin e radhës ku mund të konkludojmë me blerjen e biletës. Pra, bëjmë kontrollin edhe një herë të itinerarit, nisja të shtunën në 18 shkurt, në ora 6, Tiranë-Bergamo, arritja është në ora 19:40, fluturimi mban numrin LZ755 dhe kosto është 110.72 euro. Të mërkurën në datë 22 shkurt, në ora 3:30, fluturimi Milano-Malpensa, arrin në Tiranë në ora 17:20, po të shikoni, keni kohën e fluturimit në secilën nga destinacionet, në secilën nga tratat që keni zgjedhur, numrin e fluturimit dhe koston për secilën tratë. Kosto totale, si tham, është 271.66. Në këtë moment, nëse nuk zgjedhim të shtojmë një fluturim tjetër, do shtypim butonin vazhdo për të kaluar në të dhënat që duhet të fusim për konfirmimin e biletës. Atëherë, në këtë moment, agjencia zgjedh të vendosi tarifën për segment që do i kërkoj pasagjerit. Service TSC-n që është Ticket Service Charge ose Agency Service Fee. Vendosim 10 euro për pasagjer, në anën tjetër kemi mundësinë që të vendosim fee për pasagjer, që është
fija totale për pasagjer, të cilën vendosim që në këtë rast të mbajmë 0, dhe vazhdojmë me detajet e emrit të pasagjerit dhe të dhënat e pasagjerit të cilat duhet të jenë të sakta për të konkluduar një bilet të saktë nga ana e agjensisë. Atëherë, vendosim titullin e pasagjerit, Mr. Vendosim emrin e pasagjerit, Agim Qirjazi, do vendosim, këto janë të dhënat e agjensisë, do vendosim numrin e telefonit të celularit të pasagjerit në formatin si çdo tregohet tani, 00355, ky është prefiksi i shtetit, vendosim kodin e operatorit dhe vazhdojmë me numrin. Okej. Në momentin që doni ti dërgoni me SMS të dhënat e biletës, të dhënat e fluturimit dhe pagesën që detyrohet pasagjeri ndaj agjensisë, mund të vendosni të dërgoni me SMS të gjithë procedurën duke klikuar në katrorin ku thot dërgo SMS. E gjithë kjo kushton 50 cent. Në qoftë se pasagjeri udhton për në Itali dhe kërkon të kthehet nga Italia duke parashikuar një kohë qëndrimi në Itali, atëherë është e detyrueshme që t'i merret një numër kontakti në Itali, për çfarëdo lloj arsye dhe për të parandaluar çdo keqkuptim apo shqetësim që mund të ndodhi pasagerit nga ndonjë vonesë apo informacion që ai nuk e merr. Atëherë vendosim dhe numrin e pasagerit në Itali. Emaili i selektuar është emaili i agjensisë. Dhe në rast se pasagjeri kërkon që biletën e tij ta marrë me email, atëherë shkruajmë dhe emailin e pasagerit, që në këtë rast po vendosim një email faktik, duke qenë që është një rast shembull. Të njëjtin gjë mund ta marrim tek gjuha e preferuar, do vendosni gjuhën me të cilën preferon pasagjeri të komunikohet. Pra, gjuhën me të cilën dëshiron të flasë në telefon me kompaninë ose me agjensinë, gjuhën me të cilën kërkon të marrë email informacionin nga agjensia, apo gjuhën me të cilën ai e ka më të lirshme që të informohet për çdo gjë në lidhje me itinerarin e tij të udhëtimit. Në këtë rast, domethënë midis anglishtes, italisht, shqipes dhe italishtes, ne zgjedhim shqipen. Agjensia mund të kërkojë që të ruaj pikat e kontaktit, në këtë rast kjo është disabled, pra nuk është e mundur, por në një moment të dytë do krijohet mundësia që agjensia të ruaj pikat e kontaktit. Në këtë moment ne kemi vendosur të gjitha të dhënat, pra kemi vendosur tarifën për pasagjer, për segment, kemi vendosur emrin e pasagjerit, të dhënat e agjensisë që kemi vendosur numrin e telefonit të Shqipërisë, numrin e telefonit të Italisë, kemi adresën e emailit të agjensisë që ka prerë biletën, kemi adresën e emailit të pasagjerit, i cili do udhtojë. Dhe kemi zgjedhur dhe gjuhën e preferuar në të cilën pasagjeri zgjedh të komunikojë. Pikërisht në këtë rast, ne mund të kemi përsëri mundësinë që të shtojmë një fluturim tjetër, të kontrollojmë itinerarin, pra t'i kërkojmë edhe një herë konfirmimin pasagjerit mbi itinerarin që ai ka zgjedhur, duke ia lexuar dhe duke i vendosur shumën totale të itinerarit të përzgjedhur, dhe në rast se dakordojmë, atëherë do shtypim butonin vazhdo. Në butonin vazhdo do na kërkohet që të vendosim passwordin e FIDOS, atë password të cilin ju e keni marrë me një email nga kompania ajrore Bel Air.
është në procedim. Atëherë, po shikojmë, këto janë opsionet rreth pagesës dhe dërgesës së biletës. Pra mundësia e pagesës është krediti i agjencisë, pra që është Fido ose kartë krediti. Në këtë rast ne zgjedhim kreditin e agjencisë. Pasuardi për të përdorur kreditin e agjencisë, vendosim pasuardin, në rastin konkret që e kemi 1, 2, 3 test. Shuma totale është 320.16, adresa e agjencisë, vendi, qyteti, pranoj termat dhe kushtet, dhe ky është hapi i fundit në cilin ne duhet të konfirmojmë që pasagjeri është dakord me të gjitha rregullat dhe të gjithë itinerarin që ka përzgjedhur. Mbasi bëhet me dije pasagerit, atëherë procedojmë dhe shtypim butonin bleje. Kjo është pamja e biletës, të cilën ju mund ta printoni ose mund t'ja dërgoni pasagerit në mënyrë elektronike. Këtu më sipër është koka e biletës, emri i kontaktit të agjencisë, adresa e faturimit të agjencisë, adresa e emailit, në anën e djathtë janë të gjitha të dhënat e operatorit, pra të kompanisë ajrore, dhe më poshtë është konfirmimi i rezervimit. Po vazhdoj me hapa që të lexojmë të gjitha pikat e konfirmimit të rezervimit në mënyrë që t'ja bëjmë më të qartë se çfarë përmban bileta elektronike në sistemin e ri të rezervimit Bel Air. Kodi i konfirmimit është kodi përcaktohet në rreshtjen këtu. Pra, kodi i konfirmimit është J8AAAC. Ky është kodi elektronik me të cilin pasagjeri do paraqitet edhe në aeroport. Kodi elektronik në rastin konkret i ka shkuar pasagerit edhe me SMS sipas kërkesës që parashtrohet dhe që ne klikuam dhe vendosëm në momentin e rezervimit të biletës. Numri i referimit numerik, domethënë është numri unik i biletës, pasagjeri, emri i pasagerit, Agim Qirjazi, adult, informacionet të udhëtimit, kemi Tirana, informacionin itinerarit që ne përzgjodhëm, Tiranë, Milano, Bergamo, numri fluturimit, klasa, data e nisjes dhe orari dhe data e mbritjes dhe orari. Në krahun e djathtë kemi kohën e fluturimit, e cila është 1 orë e 40 minuta. Fluturimi i dytë që përzgjodhëm është Milano Malpensa Tiranë. Fluturimi, kemi numrin e fluturimit, klasën e fluturimit, sigurisht e konfirmuar. Kemi ditën e nisjes bashkë me datën dhe orarin, dhe po prapë në krahun e djathtë kemi kohën e fluturimit, e cila është 1 orë e 50 minuta. Fluturimi i tretë është Tirana-Athinë, kemi numrin e fluturimit, klasën, i konfirmuar, kemi nisjen, ditën e diel, datën, kemi dhe orarin e nisjes dhe mbërritjes. Koha e fluturimit është 1 orë e 30 minuta. Detajet e çmimit janë si më poshtë, duke përmendur tarifën totale dhe të gjitha security charge dhe taksa të ndryshme të cilat përfshihen në çmimin përfundimtar të dhënë pasagerit. Në listën e çmimit do shikoni është SMS-i të cilin ne i dërguam pasagerit, janë fije administrative, janë totali për itinerarin, shuma e paguar dhe shuma e papaguar, që në këtë rast është 0, sepse është për pagesa totale e shumës. Kemi përmbledhjen e pagesës, është mënyra se si është bërë pagesa, pra është bërë me kredit agjencisë dhe jo me kredit kartë, termat dhe kushtet, si dhe kontaktet e kompanisë ajrore për në destinacione të ndryshme, për çdo nevojë që mund të ketë pasagjeri. Ky ishte sesioni i video udhëzuesit të dytë për bërjen e biletës. Ju faleminderit dhe ju urojmë punë të mbarë. Mirupafshim.